Sali Vranisi lindi në Labëri, në lumin e Vlorës, në një trev që nuk ka pasur kur vakum të ndjenjave adetare patriotike. E bukur, asnjëherë vakum. Dhe ku ka lindur, në cilin vranisht? Sali Vranisi është quajtur i tillë mbasi ai emri vërtet është Sali Murati. Dhe duke qenë që kjo zonë gjithmonë ka mbjell më shumë barut se sa grur apo misër, ai u rrit me këto ndjenja dhe ndjenjat u përcollën ke ai dhe te brezi i tij nëpërmjet këngës. Për shembull, janë një dy vargje shumë thelbësore se çdo krajin ka historinë e vet, luftëtarët e vet, figurat e veta të shquara edhe këngët e veta. Edhe këngët e veta, edhe Labria ka personazhet e veta dhe këngët e veta. Dhe një nga këngët më të bukura që mua më pëlqen është që këta djemtë e Labërisë kur marrin plumbin në sis, e fshin gjakun me këmish. Dhe kjo frym e përcolli dhe u injektua që në rinin e tij të hershme, duke u ngjizur në shpirtin e tij një shpirt rebeli dhe sfidanti ka i pushtuesve turq. Ishte kjo frym, ky rebelizëm që atë e kapën dhe e çuan në burgun e Janinës. Arrestuan. Mbasi para kësaj ngjarje të rëndësishme të jetës tij, ai kishte vrarë një turk në mes të Janinës, kur ishte detyruar për shkak të rrethanave politike dhe ekonomike të emigronte dhe të punonte atje. Dhe ka punuar në Janinë, domethënë. Po, ka punuar 3 vjet, mbasi këtu kishte pas një përballje fizike me koshallët turke në Vranisht dhe u detyrua të merrte rrugë te Kurbetit. Ishte djalë 20 vjeç. Atje nuk e duroi dot një poshtrim të një zabiti turk, përfundoi në burg, vjen, tradhtohet, arrestohet, çohet në burg dhe atje ka bërë një arratisje spektakolare si Konti Monte Cristos. Nga cili burgu arratis? Nga burgu i Janinës. E çuan përsëri në Janinë? Po, shiko, ai vrau një zabit në Janinë dhe ai nuk mund të rrinte më në Janinë. Kthehet ilegalisht në Vranisht dhe koha bëre të vetën, edhe atëherë bëhesh indiferencime të karaktereve dhe një bashkëtar i tij, me të cilin ai nuk u akmor kur doli nga burgu, e lanë mëshirë të fatit, e kapin, tradhtisht, e çojnë dhe andaj bën një arratisje. Dhe te libri, për shembull, aty janë kujtime dhe një bashkëvuajsi me cilin ai ishte arratisur nga Janina, që quhet Ahmet Staravecka dhe ka vdekur në vitet 60. Dhe mbas daljes nga burgu, ai filloi jetën e komitit. Tani, në parantezë doja të thoja këtë që klima patriotike e gjithë krajinës nuk ishte e shkëputur dhe nga klima patriotike e fshatit tij Vranisht. Të paktën janë të dokumentuara këngë që flasin mbas Tanzimatit, se më përpara nuk mund të kesh kujtime, dhe është një frym shumë e theksuar patriotike e këtij fshati, dhe janë disa këngë që shtrojnë atë tapetin e patriotizmit për brezat e ardhshëm. Për shembull, në Metçov se çu mërthen, plumbat e zi u derdh, goditën Balil Sefer, o Balil fustan e zi në Alender për Shqipëri. Që një patriot i jashtë, që është vrarë dhe ai në Metçov. Ose kënga e famshme për 8-5 puset në Gryk, mbetën disa djem shehit, do me në dëshmimtar. Zeneli Merajit me ftartot e morën plumbin në ball, kam vershyti faqe bardh. A gjemin me top e ndan, dervishin fare se pam. Pra në luftëtar, që janë godit dhe me top, mbi të Vranisit, të cilët skalitën emrin e tyre, që të ndiqet gjurma e tyre gjakut për të mbrojtur lirinë, pavarësinë dhe trojet kombëtare. Dhe kjo frym i dha edhe Salim Muratit, apo më pas Sali Vranisit, i shtroi pisën që rruga e tij e vetme ishte mosnështrimi dhe lufta për liri dhe pavarësi kombëtare. Tani, jo rastisht e boshti i librit
janë rreth 70 krime. Janë këngë që janë kënduar për zgjallje. Po pra çfarë? Po, janë këngë që janë kënduar për zgjallje. Këngë që janë thurur mbas vdekjes. Janë dhe 3 vajtoca gra të Vranishit që e kanë qarë kur kanë vdekur. Janë dhe balada si e Lefter Çipës apo Kastriot Mailejt. Edhe poetë të shquar të labërisë që nga Selim Hasani, Xhebro Gjika, Muhamet Artari, Avni Varfi e të tjerë. Dhe kënga është gazetari i kohës. Se atëherë mungonin gazetarët e mirëfillt, kronikanët e luftës, por ata që përjetonin ngjarjen dhe kishin shpirt poetik e derdhën historinë në varje. Dhe kënga flet vetë dhe është në një vend aty ku të shkeli këmba nga pas se që të ndoqi kënga. Dhe është një rrugëtim, thash, që nga Janina deri në malet e Dibrës. Dhe duke qenë që unë jam nipi drejt për drejt i tij, kam mbaruar njëkohësisht edhe fakultetin e filologjisë, edhe jam munduar që nëpërmjet aq kulture gazetareske sa kam, ti mbledh dhe ti përmbledh në një libër. Sa mirë që ke gjetur kaq shumë material, sepse është plot, i ka të gjitha. Po të gërmosh, Gjen. Për anonimët s'ke qa gjen. Për anonimët. Tani, rrugëtimi ose ajo që i dha drejtimin e dur Sali Vranishit, sa i nga viti 905 kur arratis deri në 908 ishte një komit apo kaçak. Sa i po të kapi dënoi me vdekje si një i burgosur politik. Ai varej në mes Janinës, siç i varën Bilbilejt. Në 1908 në Vranish vjen vetë Ismail Qemali për të shpallur kandidaturën e tij si deputet i Sanxhakut të Beratit, ku përfshihej edhe Kazaja e Vlorës. Dhe patriotë të Vranishit, ku ai bujti si Pasho Ramadani apo Veli Ademi, i folën për Sali Vranishin, i cili në atë kohë ndodhej në Vuno. I quan aber, ka ardhur dhe një nga ata dëshmimtarët e kohës është në kujtimet aty, erdhi dhe takimi me Ismail Qemalin ati dha orientimin e dur patriotik. E bukur. Sepse ke nevojë, domethënë ti ke energji, po dikush do të orientojë. Ka ndonjë të Erudina që thotë që na kanë gënjur, se ai nuk është akur. Aty është një këngë që thotë shumë. 908 viti Ismail Qemali na ndriti. Gëzoi populli i Vranishit dhe Salim Murat Komiti. Bashkë me shokët e priti i dha fjalën dhe nisi. Po qa fjale i dha? Mbas 2 muajsh, a i formon qetë patriotike, edhe me kaçak të tjerë, patriot, njërës trimat të vendosur si Azem Sulo, me Medbeqjo të tjerë, dhe me këtë qetë, e orientuar nga idet shumë të mëdhaja të Ismail Qemalit si burg shteti dhe si diplomati shquar, kreu disa aksione në Vlorë dhe jashtë Vlorës. Dhe aksioni më i bujshëm është hapja e burgut të Vlorës në gusht të 12. Duke qenë që komitet atëre identifikoheshin si kaçak, si hajdut, si kusar, edhe për këtë, anat e Musit. Ja e pash atë këngën, më duket për Vlorën. Anat e Musit thoshin që ka ardhur banda e Sali Vranishit për të grabitur. Në Vlorë foli Tellalli, tregtar mos keni frikë, kapetan Sali Murati nuk ka ardhur për të grabit. Prandaj që penat hapeni mos dëgjoni faqezit, çete Sali kapitanit ka punë veç me Osmanlind. Kush është brenda në hapsan, të gjithë do të lënë qelit.